Velipoj, 20 qershor 2017. Vend bregdetar shqiptar. Ka plazh të bukur, të pastër dhe shumë objekte hotelerike dhe shtëpi të bukura banimi për gjithë pushuesit. Uji i detit i kthjellët dhe plazh të sigurt. Krahas plazhit që për herë më tepër rregullohet, qyteti të Velipojës jeshtin dhe atraktivitetin i ashton fontana me ulse përreth e që mbrëmjes jep një pamje mjaft romantike dhe një freski pushimi, veçmas për të moshurit të cilë çdo mbrëmje vërshojnë rreth rrotull fontanës dhe ngazllehen me këtë pamje të bukur. Të moshuarit vinë për pushime në mënyrë të organizuar nëpërmjet shoqatës së pensionistëve, por edhe shoqatës së grave, të cilët vendosen në hotelin Argenti dhe Centar Park me çmime teje të volitshme. Staza ndërtuar mirë dhe ndriçuar u mundson pushuesve një shëtitje të mirë deri në orët e vona të natës, ku kundërmon aroma e ujit të detit. Gjatë ditës në këtë stazë mund të vrehen edhe ca shitës ambulantorë. Shitësit e gazetave, gjërave të ndryshme ushqimore, pemë dhe pije freskuese, çdo ditë kalojnë kilometra të tërë duke thirrur, urdhroni gazeta, urdhroni pije freskuese. Është interesant një fakt se shumë pak pushues blejnë gazeta apo revista të ndryshme, por edhe më pak sheh ndonjë pushues që gjatë bërjes plazh lexojnë ndonjë libër apo roman. Ky libërshitës ka ekspozuar libra të ndryshëm të autorëve vendor dhe botror. Librat janë të ndryshëm. Librat i ketë të ndryshëm. Ka filozofik, ke libra historik,
ka romane, limonat, horizont të letë, domethënë për plazhin. Por lipat më shumë të rriqen filozofikët i tërheq rinia, mosha studentore. Historikët i merr mosha e vjetër, që është apostonuar për rrit. Kurse romanet e dashurisë i merr mosha e mesme, zakonisht gratë, femra. Nuk e përsakt, nuk e di, po mund të shite 20-30 libra. Sa tituj përafërsisht keni këtu? Se ditë saktësisht, po mund të jenë diku te 300-400 tituj. Një nga rilinda si tanë, a kërkohet në një vepër se të mosha rinore që vinë për pushime të lexojnë s'pa për gjithka? Rilinda si të merr mosha e vjetër. Shumë pak mosha e re, shumë pak mosha e re. Po mosha e vjetër i kanë marrë gjithmonë. Ka qenë gjithmonë e rilindasit. E cili kërkohet më tepër? Naimi, Çajupi, më shumë Migjeni, fare dhe Fishta, Gjerfishta. Lauta Melsis, Mrizi Zana. Kurse i dyti vjen Fari Kondica. Edhe Sami Frashë. Edhe me këtë punë e mbani familje, apo? Po, patjetër. Si ja dhe Ja, 10 vjet. Pak vështirësi, po janë edhe ke parasysh librat në plazh edhe mundohemi e ke parasysh që t'ja plotësojmë nevojat njerëzve, me që harrojnë të marrin në shtëpia. Faleminderit shumë. Edhe ju falenderoj. Kriske pushka po nazimon mo Ju name po bon more po dos de dai gro Dio du zapti more po lumesiano Dio du zapti more po lumesiarzoj Je pater de so he po nai ton fjon Me dhe bur more po në kolko Gjatë lëvizjes son, patëm kënaqësinë kur takuam një zonjë, një kreatore të mrekullueshme e cila me punën e vet kreative të veshjeve kombëtare shqiptare me motive nga malësia e madhe, Kosova, Dukagjini, kishte marrë pjesë në shumë panajire me karakter ballkanik, por edhe lokal, e që akoma mban epitetin e kreatores më të mirë të shpallur në Bosnjë. Unë quhem Filipula. Jam e datëlinjës në 1952. Je linur e rritë në malësinë e madhe të zonën e Vërmoshit. Baj punimet. Ka 16 vjetë që merrem me punime dore. Punojmë pak, shesim pak, jem të kënaqur shumë. Ashtë i gjanë i traditë e rujtën, për cilën edhe në gëzohem që e përvecoj këtë punë, për arsye se janë të ralla këto që i bajnë. Kam punuar rrobaqepse në moshën 13 vjeqe. 12 vjeqe kam kryu kursin për rrobaqepse në 64-shin, vitit 64. Në 65 kam ushtruar profesionin si rrobaqepse e kooperativës bujqësore. Pra dhe me thanë 13 vjeqe. Në atë kohë nuk kishin që me qep kooperativa bujqësore, po që qepshim thas për misër, për qep ujk, për patate, edhe gjithë aktivitet jem aqite. Masanajna, u rrita, punova 3 vjetë rrobaqepse, u rrita, e kalove me aktivitetet tjera,
shoqënore, pa tjetër. Ite edhe regjimi ashtu u aktivizova në parti, ishim familje dëshmorit, se Axhin ma ka përshkatua, jo përshkatua, po vra UDB-ja Jugoslave, në vitin 1951, edhe ishim familje dëshmori. Në atë kohë, kreva 2 shkollë, një bujqësore të mesme dhe një blegtorale të mesme, plus bana dhe shkollë partijës, shkollë marksizmit, në Tiranë, në atë kohë që ishe diçka privilegj për mua dhe për ato që shkoshin atje. Si shqite regjimi koha Atena, kam punua, në fushë s'kam punua se herë, kam punua se qitom në malëcorët me lapës, kam punua ekonomiste kooperative në atë kohë, masanej kam kalua kryetari i Këshillit Bashku me sekretari i byrose me rrallë, i grua jo e lëshume, si që në fjale malëcorët, për grua e dalën, grua punet, taman grua punet. Edhe çdo punë kam pasur pasion e kam. Edhe bujqësin, edhe blegtorin, por më shumë tash edhe plak jam edhe merrem me punën e dorës. Jam shumë e kënaqur për arsye se një pedagog i madh këtu në Shkodër, që quhet Ahmet Osja, më ka dhënë një titull që unë jam shumë e gëzuar që e maj. Gjithë shqiptarët tha, se kam shumë emocione, gjithë shqiptarët tha, kanë tha një pasaport. Ti tha t'jesh e lumtun për arsye tha se man 2 pasaporta. Pra, një se je shqiptare edhe një se ke rujt traditën. Ke rujt traditën. Unë këtu për fat të keq nuk i kam, e kam në shtëpinë Shkodër se ala si na mu për findas këtu. Po unë kam gjobletën që është 230 vjeçare që janë 4 dekada gati, jo gati, po është martua nana e dajës, që ka pronusa ajo, me atë gjoblet. Është martua nana eme, jam martua vetë, e kam vesh 2 vjetë pa hjek asëherë. Asëherë gjatë gjithë ditëve. Pra, më duke i vetja ma e bukur, ishe me keqe me më po, më duke i vetja shumë e bukur në atë gjoblet, u malnoshem, u goditëshem bukur, gjithsesi. 2 vjetite pak e ranë me bajt, se peshën 17-18 kile gjatë veshjes, kur e vesh ata përshamu a shumë e ranë. Do të të shpërcjell në 3 gjenera. E 4. Edhe vajza jeme është martu. Edhe vajza jeme është martu me ta, pra është martu në ndaja që i ka pronusa jo. Është martu. Është ndërtu ma jo. Çka është veçantë? Zhgun. Zhgun i moqëm, i bom me spik, i bom me vek, me të zjaha, si me thonë, me vek i thumë shqip në malësor, plus asajnë është e bom me vajanic ujt. Vajanic është ujt një diçka që është fut leshe dhe është shkel me qekiqa drunit në uj. Është ngursu. Edhe është ngursu baj fort edhe quhet zhgun. Ata se ban kush masat. Na si vend se bajnë. Në Shqipëri jo i herë. Nuk e di për në Kosovë, nuk jam me informume, por për në Shqipëni se ban as për kush ma. Pra, kam edhe punime tjera, po me zhgun që e kanë rujt njerëzit, e ma kanë dhonë, kam bërë gjokën që gjokë quhet është një gjamadan i vjetër. Shumë i trash, shumë i ranë, ka zik plumi mës me shpua, e kam bërë me shumë kujdes, e kam bërë me shumë kohë, kam shpenzu shumë kohë ma sajna. Të më fanë edhe burri pse i ke hinta në asaj punë, se është punë diçka, po unë kam edhe përshtypjen vetë vetën, qka t'ja nisi do t'ja baj. Qa të nisi do t'ja baj. Tash, ma tepër, baj edhe emitime, baj edhe gjana të reja për shemull, baj gjana që ti paraqesin panajirë që për shemull nesër më thirrja, e kryetari bashkun panajirë në Shkodër 2 ditë, sa është dita e artizanatit, po, tash më shkon menja, thëmë qarë do të bëjt diçka të re, që se kam paraqit të lanë panajire. Kam marrë pjesën shumë panajire, më kanë njoftë shumë, kam kënë në Bosnje, kam vend tret, në panajirin balkanik. Ka qenë garus. Panajiret janë në diçka, për mua janë leqi i shesmallin e marlekun në vetë, po panajiret për mua është një gjanë që e qetin pah punën, ku e shohin gjithë për shemull.
Dikuj intereson, dikuj dhe se i intereson, dikush më ban vrejtje, dikush më porosit, dikush më thot do t'a bash edhe i këtë. Pra do me thonë, unë t'a thash pa ka shumë lëmram, kam një flamur që më kanë pru me katalog, jo katalog për foto të vogël, që unë do t'a shpërthej, do t'a baj se zban. A i flamur ishte? A i flamur është para 230 vjetëve, si mas tanjeve të tina, edhe si mas ati që i ka pas, është flamuri i parë i Duka Gjinit. Unë do të bëjnë se zban, jam më punim në ta, me gjithë vajzë ashtë të punon bile se jo vetë, për me bënë të të bëjnë. Pra, është diçka që nuk është kur kënë sot ai, i punum. E me qëka do të punoni atë? Ata do të bëjnë vetëm me gjilpan. Vetëm me peje e gjilpan. Edhe tu i përshtat ko smoqme për shamull, se atë nuk ka pasë ngjyre, cingle, raqe. Po jo, a do të bëjnë një kolorit? Apo do të bëjmë një bardhëzi si është? Jo, nuk do të bëjmë me kolor. Do të bëjmë vetëm bardhëzi si që ka kënë modelin atë ko. Originaliteti se për arsye se me i fut me kolore me gjona nuk është kënë atë ko. U mund të bëj. E mund t'ja shtije, pa dikush thot, pse i ka bon, thot me kolor, thot mas që atër ka pas veç bardhëzi gjithë gjana. Edhe foto, edhe gjithë nuk kanë kënë gjyrat dalu në pahën atë ko. Ta shtë i punoj. Jam 60 e sa vjeqe, shtirë huzatën pe pa syze, më ka një mo zoti punoj, nuk kam nëj problem shtetësor. Ja kam vun veti detyr që unë do të punoj sa të mund qonë. Vetëm këto që i kam pasion, një më në pasha zotën dhe burri shumë. Shumë ban vretje, shumë thot jo këtë po këtë, që unë jo për hirit fjallës tina, edhe për hirit fjallës, po për hirit punës, jam e detyrume edhe një gjëjnë shumë vene. Për arsye se unë kuptoj, si i të dashë, si thot ajo si e kam ban vetë. Ka shumë gjana që unë i prishë e i në reqi prapë, për arsye se më ban shumë vretje, thot jo, s'du të kështu, thot po du të kështu. Edhe më nimën edhe mua në atë drejtim. Pak më parë thotë se merë një pjesë në panajire. Po. Por unë ju pyeta, a ka panajire garus, apo vetëm sa i ekspononi punimet e juja? A ka karakter garus, apo jo? Jo, shkojmë në për panajire, në caktojnë shëqatat. Jam e lidhën me shëqat në Gjirokastërës, të Ulqinit. Shëqata e artizanak. Po. Më jam regjistru në 2-3 shëqata për arsye që të kemë lëvizje ma tepër, për punën tëne, a kuptën. S'ka rëndësi çmimit në ka... Ja, pa, mu më interesoje, nëse është garus, do të thotë është çmimi. Çmimi në ka 4 vjetë që e moj çmimin e parë, po nuk mund të thomë se nuk është në gjakush e diçka, edhe më kanë shpërblye për këtë. Unë të tha që më ka njoftë punën, kur njojnë punën, më ka dhënë certifikatën në Bosnje, në Panajir Ballkanik. Nuk e kam këtu për fatë, po e kam në shpinë prapë Shkodër. Po, ato së më duket gjë, që është se baj punën, për shembull, dhe flet vetë puna. Se një grua në këtë mosh, me punon rruza, ose i grua 65 vjeqe me shkrua Albania me lapsë kështu, prapa është e knaqën, se thot, shoh me shkrua Albania, kurse me ba me gjylpana është diçka pak e shtire. Ashti, faleminderit shumë. Po, këtë, jo pse e kam pa vetë, po e kem trashëgimi, nana, nandaja, e na tezja bile ma shumë se sa asni tjera, që ka ba punëtore gjithmonë, edhe për tjertë, se lem për vetin, po ka ba për tjertë, a ka një punëtore njoftën, për tezja. Për tezja. Shumë e vërtet. Janë kanë shumë punëtore. Bile, unë e që i vedin zero në krasim me ato. Kanë ba punë ma qëtira, kanë punua me zhgun, të i therë durët me 100.000 herë me ba një gjublet. Një gjublet, si që është puna e kësajna, original ja flasim për këtë. Se kja është zhgunit atjo që i kem atë 200 sa vjeqaren. Kjo është emitim. Kurse veshja krejt malësore është kjo. Cilës... Malësi e malë. Kjo është e malësis malë. Malësi e malë. Veshje autoktone e malësis. 4.000 vjeqare e njoftën. Me histori, jo pëse flas vetë. Ashtë gjobleta e malësis malë. Janë 2 gjonat ma kryesoret ma të vjetrat. Gjobleta dhe lahuta e malësis malë. Këto 2 janë më të vjetrat që janë
që të letë historia për to jo vetë, edhe unë zdi me full për to, se duhet kesh shumë njohuri me full për to. Unë me ba me full për xhubletën, ose me të thanë ty për xhubletën, ti thua, ato punimet e xhubletës që i kam në shtëpi, me të thanë se çdo aktivitet i saj që është krye, e ka një domethënie. E ka për shembull çorapin. Çdo detaj ka domethënien e vet. Ka domethënien e vet. E ka me pas bereqet, e ka me pas prodhim si mas fjallës, e ka me pas dashuri, e ka me pas tanas si mas punimeve të saj. Si mas punimeve të saj, po për Zotën. Kyt, pra po thëmë, ma ka thonë një profesor shumë i ball Ahmet Osja, se unë edhe ditë si kam të tana. Po me ba me një, të folë, dhe më thonë të kjo do t'jenë diçka, jo me ruajtu. Edhe shumë njerëz më thonë që mos gabo me shi. Çdo gjë kam origjinale. Do t'jenë xhubleta, do t'jenë në UNESCO. Do t'jenë në UNESCO, s'u është me shifmo. Natyrisht. Unë pak nuk i di, por... Me çka zakonisht merr një pjesë në ato panajire? Çka ekspononi mas tyre? Në panajiret vetëm rroba kombëtare dhe punime tjera të vogla siç i kam këtu përpara, por më tepër tirqe, xhubleta, të krahin zonave të ndryshme, baj gjakovare, baj pejane, baj tropojane, baj pukjane, baj dukagjinse, i bajmë shkodranet, si kanë shtje shkodranja. Se cila krahin ka modelin e vetë. Kjo është Hiladhek Shkodran. E përdore edhe Elbasani dhe Tirana. A mundë një radhë dhe me naj sjeguri, duhetëm, cilës trevi të ka? Po, si mas rrës, unë tha që kjo është Hiladhek Shkodran. Kurse këto janë malësore. Një nga një afër. Një nga një. S'ke nevojë një kaptëna. Këtë kam bërë qift për qift, burre grua, qift për qift, për arsye se këta janë kënë veshja malësore. Kja është kënë veshja malësore, pra. Tirqit edhe xhubleta. Kur janë martu qifti janë veshja. Kur janë martu... Edhe diçka tjetër që është... Kostum martesor. Kostumi martes që i përdorin edhe sot. Edhe sot martohen nuset në zonën e Kelmenit me këto. Pra dhe me thonë, edhe ajo shtëpi që i ka hiek, ashtu munua prap me i rinjall, me i vu, me i bo, po ku me i marë ma, se s'kan ku me i marë. Tri traditët e... Pa tjetër, sidomos zona e Kelmenit, sidomos zona e Vërmoshit. Dhe me thonë, nuk ka shtëpi që është në interesim, që të gjenë prap xhubletën e malësisë madhe. Që ta kenë në shtëpi për qef. Edhe mos me i përdor, ta kenë në shtëpi për qef. Janë tradicionale, është veshje shumë e vjetër, është diçka, me të thonë të vërtetën, unë e kam në shtëpi, ndoshta deri nesër mjepet e shes, se kush e di si bëhet puna, por sot për sot jam e kënaqur që e kam në shtëpi, se ka kurkush, edhe më duket se kam diçka. Kjo afër është ngjashme me të parën. Barabar, njësoj, janë vetëm se janë ndryshuar diçka, se po, është qytetare. Kjo besoj. Kjo është veshja shkodrane. Shkodrane? Po, veshja shkodrane vjetër. Po. E ka përdorë dhe Elbasani, e ka përdorë dhe Tirana ka pak. Ma tepër skenike Elbasani e Tirana, kurse veshje shkodrane është kjo. Hiladhek Shkodran quhet. Në këto panajire, çka zakonisht kërkohet ma shumë? Çka ju tregtoni ma shumë? Unë tregtoj rrobat, xhubletën, ja diçka për diftoj diçka tjetër. Xhubleta e vajzave. Por ta adhuruar. E s'mund qohem doj, ma bjenja xhubletë. Se s'mund qohem, se jam... Kam xhubletën e vajzave që nuk e bën kurkush në Shkodrën për jashtë me jetë. Është diçka e veçantë. Kjo ka pas shumë shitje. Qikat dresi e martuar. Kjo është e vajzave. Pra është postava, xhubleta, kraholi edhe bofqja. Që po ta këto bofqe e bardhë. Duhet bofqe e bardhë. I kam bojnë shtes një shqiponje për parën. Kjo është xhublet, dhe me thënë një kytë se bën kush në Shkodrë, në përjashtim me jetë. Përdoret edhe sot? Po, edhe sot e përdorin. Tash, gjanë ma të shumë, që kam pas ma shumë e marqitun, kam pas këtë xhublet në e vajzave. Ka pas shumë kërkesa. Shqiptarë si janë në Amerikë. Ka pas shumë kërkesa për në Amerikë. Po, jam e kënaqur që i baj. Në mujsha, pak si një gjojnë, pak si... Në Kosovë, kur keni qenë... Në Kosovë, me këto jam paraqit.
Me ta thënë vërtet në Kosovë kam kanë ma pak se sa në Tirakun. Se Macedoni ka kanë 2 herë shkujtu në Tiranë. 3 herë jam kanë në Macedoni, kam pas shitje shumë. Jo shumë, po kam marrë bësh, po të thuish. Mi kanë pëlqy shumë, mi kanë preferu shumë, mi kanë lyp shumë. Sidomos, na i kena bajnë shtesë këtinit janë me Shqiponje. Pra Gjamadani nuk është kënë në kohë me Shqiponje, po na i kena bajnë një shtesë, i kena hjek këto gjonat e verdha dhe i kena bajnë një Shqiponje të zezë. Para dhe më rapan, pra Shqiponje kena da për gjysën e kësaj dhe në gjysën e kësaj, si që janë ato atje, edhe këto mi kanë pëlqy shumë, mi kanë lyp shumë. Edhe unë jam e gëzushme shumë, se do në me tregu vetin dikun që janë shqiptarë. Në përbot, po më flasin shumë, nuk ka marrë pjesë gjithë, që është një ditë tradicionale në vjetë. Njëherë në vjetë, po vesh kanë robën e tyne tradicionale. Po tjetë? Gjithë kun që t'jenë, po. Edhe, kur po i pas kanë këto ditë, unë kam pas edhe kërkesa, kam pas edhe shitje ma mirë, edhe jam mundu me i balla që ma mirë që kanë shkuën dikon tjetër ma larkë. Tu përshqipin e disa vegla muzikore. Veglat muzikore, ka lahut, ka qifteli, kem sharki, kem gjana. Ka vegla, a i punoni ju të ndoa po... Hiqi syzet që i kemi sësoj. Po? Unë i bëj me vlajmë, me djarë vlajmë, me Lënë Temin, me Sharki që këtë të dhe lehën. Kja është kopja lehës në Nikolnik Prellë. Nikolnik Prellë, po kare me njohën. Nikolnik Prellë është doja e kësa. Vërtet? A i ma kononë që këtë. A, bukur shumë. Dhe, jela punume ju për shtarë, unë i kam cirë ma shumë simbole shqiptare se sa e ka lehën të një do. Unë i kam cirë gjitha simbole shqiptare të ka kome. Edhe pëse ta shekalon, a i pak ma pak përpërdor lahutën. I ka përzije i pje, i ka përzije. I ka përzije, si pëtana punë tjera. Shqiponja, Skanderbeun, kryet e rrisë, kamën e rrisë, shqipën i madhe më u batë tërë shqiptarë bashkë. Bashkimi e shqiptarë. Edhe që të vjetë i kam pa shumë me shqipër, po këtër nuk i lëshën me kaluë, në për Serbi, kur kanë shqipë si e vlonë me kaluë. Serbi, nuk e ka si e shqipër. Që të lanë tjere. Kanë kërku për me i bo për shemë, me i reklam tjetër, këtu më ka pasur një saj. E shofë të një... 70 euro, 80 euro. Nivelin primorë, po, fyll. A është... Fyll apo kavall? Jo, fyll. Ma fali findor. Kanë përdor dikur që bënë si ka Ma fal mua. Vjetja hjek ato. s'ka pas qa, po në i kore aferë. Po, a luni ju me... Jo, s'mun e luj. Jo. S'mun e luj, po kjo është i vegël shumë. Naturisht që është, naturisht që Edhe është, kjo është 200 vjetë, këtë fyll, mund të kemë 200 vjetë. A i bjen. A i bjen. Trashigim. Trashgjimtare, sidomos, se fevët i kanë rafë vetëm që bërë. Po naturisht. A i ka shku me bëjt, një s'ka pas që bënë ka bëjt tu bej, fillimisht. Ka një zbejra, më ne ka të aty, se kjo është pirinqit, ka 1% euro të bërë. Sonja File, Ordnoni. ju pak ma parë e përmendet trimrin, i përmendet disa burra. Na thuj cilit ishin ata me emër, si që është e prind Coli, nëse Treg Col Hasani dhe me thanë është një kush ishte ai? i lindur edhe banues në zonën e Vermoshit. Një trim luftetar, leqi trim po dhe luftetar, se janë dy fjallë ato, po Treg Coli është i njoftun historikisht, edhe aq më tepër, ka thënë ai, ka vun gishtin ai janë kanë detyruar me vun kufit shqiptar, të zonës Veriut, gjithë zonës Veriut. Se kanë tentu t'jenë tjera ku në kufi, jo ku janë sot. Pra dikur flite që deri të Lezhë, deri në Lezhë t'jenë e Malizi. Po ku ka thënë ai janë vun kufi. Treg Coli e një vetë historia, unë s'di për të folë për ta. Kam i fotografi ti që i me shumë kujdes. Ashtë i pushkatu me 70 burra, plus kollja 8 gra, që janë pushkatu me ta. Lufta e Kelmenit ka kanë një luft. Unë si kam arrit luftës,
Por nana e baba, axhat e gjithë njerëzit tanë, ku damtum kemi vetëm i axh, ka lufta, a i s'ka lanë fëmija s'kor kanë, kurse tjerët kanë jetua, por kanë kënë, po të thuish, shpia jonë një qetë burrash luftetarsh. Në folë për ta, do më thonë, duhet dish ma tepër se sa di vete duhet të kesh kohë. Mirë po, shikur do interesant viti për apërësim, cilat viti ka qenë? Këta që i kanë luftua, axha em e ka vëra UDB-ja Jugoslave në vitin 1951, 10 shtator të 51-shit. Për arsye, të dy axhat e mi, bashkë me dy shokë tynet, ka ndalë në Jugoslavi për treg, për bukë Shqip. Edhe atje i ka kap policia, 8-4, i ka arrestua, i ka lidhë. Ka ndasht mi qunë në burg, në Spuzha, nuk e di se që i thonë venit, se jam, nuk e kam atë mosh. Edhe këta tash ju kanë kërkua uj me pi, të një prua, të lidhun dursh, është shumë e vërtet kjo që i flas, të lidhun të tanë me dur mas shminet, këta të 4, pra 2 axhat edhe ata 2 shokët, ta kanë kënë 3 policë që i kanë shoqrua. Ju kanë lyp uj me pi, na lejoni tullna uj me pi. Ju kanë thonë prit një të pim na i herë. Ata policë i kanë thonë prit një të pim na. Po atë axhin e kam pas shumë trim. Shumë trim. Edhe kur janë ullë ta me pi uj, me dur të lidhuna për mas, janë silë me shpin, flet vetë historia, flet gjithkush, se janë në kangë e knohen, që me dur të lidhuna, ju kanë kap thikën në brez, me 2 dur të lidhuna, tash i ka silë shpinën këti njëri tjetrit, i ka prej njërë në dorë, se nuk janë kanë me hekra, si janë kanë aqadin, si ashtë kanë, zgjidhe ka njënin, i ka therët të 2 policë. Njënin, pra 2 i kanë në ndekun aty, tjetrin, e kanë hilë shkamit, gjore se po vdes e dhaj. Po aj për zektynet ka pështua, edhe kjo që i ka pështua, mas 3-4 vjetëve, është interesua me anë të grupit tynet, në malësit malë, me keqbarsat, edhe i ka gjithë këta. Tash njënin e ka vëra me 10 gusht 50-ës, njënin prej këtyne shokve, i vjetë më mrapan, pra Dedmark Dragu, i vjetë më mrapan, me 10 shtator, ka në vëra dhe shgjokën që e kam pas axha në vetë. Ta janë kënë dëshmorë, po në të zëndë këllmenit ata 2 dëshmorë janë kënë, plus ma vonë atërë në 53-shin, ka kënë edhe Nik Pjetër në Reka, 13 vjeqë që e hodhen balista shkamit. Se nuk ju binë për me kalua nejna. Djali 13 vjeqë edhe e hodhen shkamit, e vranë edhe e hodhen shkamit, Nik Pjetër në Reka. Ty të faleminirë shumë për këtë intervjist që dhash. Këtu për folë për këto ka shumë gjana, ka shumë punë, këto kanë shumë vlera, kurse unë ma pak. Këto kanë shumë vlera, janë gjana që ruen, janë gjana e editim. Unë nuk e thash pa që edhe më parë që një profesor i malë më kallën titullin që i moj 2 pasaporta. Pra i pasaporte manë gjithë kush, po unë 2 pasaporta. Tha, të kesh nërin, tha që manë pasaport në rujtjes traditës vjetër, përsa i përket veshjes malsore, e veshjes tradicionalet vjetër. Se nuk është e thanë se këto, dhe mundet me i ban kushdo, i kam ban veç vetë, të thash për gjublet në i vajza vetë, në tonë zonë në malsis male, gjublet në i vajza vetë, nuk e ban kush. Kam edhe originale me zhgun, gjublet vajzash, pra pa thëmë për fatë kësi kam në shpinë Shkodrë, se këto s'kam për unë. E kam krejt originale që është shumë vjeqare, me zhgun të bardhë. Kjo është e mitim, po këto më kanë ecë ma mirë sa zgjatë tjetër. Falemderit shumë. Edhe ju falemderit shumë. Ju për shnes. Të keni punë të marë. Falemderit shumë shumë. Sukses në punë. Shumë falemderit. Krahinu po nuk pas kotaj
Ndërkaq zotëri Ndohu, bashkëshorti i zonës File, është mjeshtër i madh i punimeve të këtyre veglave folklorike, por edhe të kësaj lahute, i cili në fillim na shpjegoi ca motive të graviruara në të e pastaj interpretoi një këngë shumë të bukur. Kjo është një vegël e vjetër, lahuta e malësisë, e cila është edhe e shkruar në librat e Gjergjfishës, ku malësia mollë dhe Dugazini ka përdorur vetëm vegël muzikore, lahutën, çiftelin edhe fellin. Lahutën nuk knohen në këngë budallaqe, këngë dashniet, po knohen në këngë burrash edhe vaj burrash. Pra kjo është vetëm një vegël, si ka met në zonat tona të malësisë madhe ku e kanë kënuar të parë tonë qysh me stërgjyshe fare fision, kurse këngëtarët përsosën për këta janë pratashnila i vuklit, si është një rapsën shumë i fort, dhe janë uzdelej, të cilët këta ecin me folklorin shqiptar, kurse në jena do pasarë sa tyrët prapë për mas tyre shkojmë, kjo lahut është e përpunuar prej drunit pajs. Druni pajs ati i ka met paj, për vetë në arsye sa është bërës si bura si paja e nusës, edhe i ka met drun pajt. Dzidhërët e lanë në Alpet më të larta, ku nuk ka asnjë lloj pemë tjetër, për vetëm pajt. Edhe janë të përpunuar me këto lahuta, se dikur i kena pas simbolen do, për thjesht e lahut. Edhe i kanë rasaj, tash janë dalë, diqa, pak me dorë shumë me makineri, edhe punojnë të lahuta si kanë marë zonë në veriut Shqipërisë. Jo, keni punu këtë me dorë, apo keni farmjet? Ka edhe i farmjetit si banë, se nuk ka i shqiptarë që mund të zjerin të në këto gjonat zbukurime kështu në ta, pa kanë edhe një lloj makineriet si punën me anë të dorës. Pra, kjo është i lahut, ka simbolet. Këto janë bjesht si kanë kenë të modifikuar tash këtu. Këto janë bjesht si kanë kenë mes Shqipërisë dhe maleve të Kosovës. Ne jena munduar gjithmonë me kalu kufinin, por ne nuk ne kalon kurrë dhe janë plumat që ne kanë vrarë në kufi. Janë vrarë me qindra djemë të ri, e moshë vjetër, duke dashtë me shkuet e fare fisi vetë në Kosovë. Pra nuk ne kalon për 45 vjetë. Tash, ka tash zoti këna kalojmë pa frikë, pa gjanë. Kurse këtu, është Shqiponia shqiptare, te i këveni këtu. Kjo është, e punë Shqiponia si është tanë shqiptarë, kurse këtu është Skanderbeu. Skanderbeu me kryet dhis. Pra, është e përpunume. Këtu, tash pse i ka met kryet e dhis. Skanderbeu në kohën e luftës turkut, nuk ka pas as ushtarë me i dalë ballë për ballë porën, ka marrë një tu dhije dhe u ka mu sirat në krye, i ka neze, u ka dhënë malin ka turku, u ka thonë si pas ka një ushtrit madhë, të ka një. Këtu është ka me dhis mrapan. Kurse, kjo, shqipja molle, ne si e këna punue, ne menojmë si bëhat një Shqipëri të tërë bashkë, edhe me dalë shqiptarë të plotë. Kërra klëm ka lahuta, si e këna ne këtu. Kurse, për t'ja thonë dy fjallë, për ja thona. Kriske pushka po nazimon mo Jo name po bon more po dos de dai gro Dio du zapti more po lumesiano Dio du zapti more po lume sjarzoj Je pater dhe so he po naj qon fjall Me dhe kë bur more po në kol kovor Dhe me një knoken o po na vjen zabiti Jo tungja tjeta u po I ka thonë zotni
ama fal more po kët famulli. Kjo krahinu po nuk pas ko faj. Bëjë pranë morë shjau po vraj i shkon grue. Ki pa bo more po no cin drague. Gure pesh more po qaj ko si due. Njejdet no ka po na pishke kafe. Je pishke kafe to trim jo me shënësjer. Mark Milonit po jalla me hel. Je Mark Miloni o moro Mark Milica. Jo ty qatë pruni po ty në këto fise. Jo Mark Miloni o ti jo ke gabue. Je o se këtu vorre to kanë me ti maru e more. Zotrin Do ka edhe një mëri tjetër me që kishtë ndihmuar shumë ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm gjatë viteve 1998-99 deri në përfundim të luftës. Ishte mik i mirë i Muj Krasniqit dhe shumë pjesëtarëve të tjerë të UÇK-s. Por na ngeli borxh me që nuk deshi të na rrëfej për shumë detaje dhe ngjarje të asaj kohe. Muj Krasniqi, unë e kam takuar në plazh. Ai ka ardhur si një njeri, po a njoft njeri këtu për në rrugë Kalim e Sipër. E kanë takuar një aty dhe i kanë dalë për parën. Edhe dy shokët e tij kishin marrë 2 lundra dhe po ecshin det. Kishin prish 2 lundrat atje dhe i kishin kapë me paguaj 15.000 euro këtu. E kërkoshin me paguaj. Edhe vjen puna këtu tashti. Unë shkoj, kishim pi kafe me tonë dhe shkoj aty. I thëmë qërë keni ishte, thotë më ka nullë. Thëmë del jashti. E kam zirë prej makinë dhe e kam shësru të njerëzit e mija dhe kam shku vete hinë makinë. A njëfshit ju ma pa? Ja, asë se kishe pa kur. Përse ishte shqiptare full dhe shqipë, për mundu kësë janë ka presin bes. Ka donë me marë pare, me pashu. Edhe kam të kuj sen bëtyqin atje më rapa një tu. Me ato kisha shostëri shumë madhe me sen bëtyqin. Kjo është prej Malisheve. Me ato kisha një shostëri të të mërshme. I thëmi sen, thëmë, a njef. Thotë, si se njef pa. Pra, ma ne jena njoftu me te, këna nej me te, këna jesë me te, kom jesë shumë me te. Aje pati në rëzikun e vetë, unë kam jetë një gjatë, kam shtu. Ka kënë për mujë, ka kënë një i shumë jafë, shumë i pregatitën, shumë trim, shumë besik, shumë atletarë. Mirë, na të reko pa që edhe rrugtimin e ju dherën? Rrugtimi është një diqasi edhe unë, këna jesë ma shumë natën, se ditën, ojë, s'këna pi kafe, këna në bjeshtë Gjakovës. Nuk do në këme të rebuat. Nuk është i diqa sekret shumë e madhe kjo. Unë kam full, atje deri në ministri të tëre për ta. Ty po t'interesant, di se tonë vetë, ka pa thonë baba i kësaj, tha di që më të konë edhe mua, se vjen edhe i tjetër e pytë për te. Unë e kam dhonë intervistën atje, menej me marë pensionin atje. Kemë. Mirë, në regullë është, jo, unë e uroj që ta fitosh atë. Falënderoj shumë. Falënderoj shumë, për këta nuk ka shumë. Malishev, kur kam shku ti se në bëtyr që këta pa ta tregoj tonë, me fatë mirëlime me tonë që janë. Se kom problem, hisha te. Te isën, kur kam shku te isën bëtyr që ka dalim ka pritën prezërën. Edhe nuk më punët e telefoni mu me hinë prezërën. Se s'kishim valu atje se kisha kare shqiptare. Ka dalim ka priti, ka thonë ma jep atë shoferin e kerit. Si ishim ka vullë të junë me te. I ka thonë kemi ma pru në filon lokal. Kur kam shku aty, kam zhjetë 10 vetë të imprit mua të Kosovarë, shqiptarë të Kosovës. Ti tha, a i mikun nga Shkodër e thash po.
Po, s'di që zjo se pse më pyqin. Hajde me mu, kur këm himën, një lokal, jo shumë i malë, po shumë i bukur. Jena ule kena nej, po kur ka dalë, si në bëtyqit parën, kom kujtu se mund tjetë, i kem pa thonë në 4 jasë dikur, 2 metrë gjatë, shpatët i kes, belin i kes. Urdo, thët, sa të kesh jep me pi, thash ua se do shkojmë shpitate. Pa pi, tha i gotë raki, si e pi unë, tha jo këna pi, ka e te ke raki, kam shku shpiti. Më tha je për mish dashit, a je për peshk, a je për luks. I thash u jem për atë si hanë nona jote, ku marrë me të një familën prind të tu, se për ty të kam një bollë. Tu i bon galat me te. Kena najnë shpiti jatë natë, neset kena dalë, kena shku të, a i kishtë shësnin e vetë. Unë s'ja nifshim tonë, kur kam hinë kullë fatë mirë limës, një aty kom e të pa me në krye. Në vërsh se kena shkelli boton në hapi port një 4 metra 5, a zotë i mërvërsa ishte kena hymërën, kur kena hymërën atje ishin kullat të në qoshet ports, ishte kulla mizvet, kena njët për shkalla dronit. Kur kena hip lartën, ka 2, ishte bëllëset koha, ka 20 kaftorin kë. Stufin a që me thonë, kanë ardhë kafet me filxanat të mloj, kena ne 1-2 orë me ta, do me thonë i mikë pritje pa pame. I mikë pritje, biseda atëherë, çdo lloj bisede të ndryshme për lu, si kanë luftuar, si janë ardhur. Se i tu kanë ardhur 2000 kosovarë tu. Unë i kam prit 10 kosovarë 10 ditë në shtëpi me mbrën tonë Velipoj. Ma ne sistemoj shteti këtu. Edhe i kanë pa punësuar këtu me punuar disa njerëz këtu, kanë punuar disa shumë. Po ne kena kaluar mirë, unë mund vjen keq me thon kosovar, shqiptar. Ne na pura shqiptar, për ata ku bëhet shqipin e lahusut të madhe. Ska Kosovë, Shqipëri, Macedonia tonë, shqiptarët një i komit me i flamurë dhe tesim ashtu bashkë. U jam 70 vjeç vesh, që tha kjo pare për agjat e vetë, i kanë arrestuar në bjeshk të kelmenit atje, e i kanë futë në burk, e prej një burk me duhet ljuna me që një burk tjetër. Rëziku, i këtynët me që një burk tjetër, por dhe fati më i madhë. Se kur është ullë polisi me pi ujë, Oja i kësa i ka thikën e i kora me thikë vetë. Me duhet liu, u kanë ka parëm të i kanë vëra 8 anë. Me duhet liu nga kanë i ke hinë Shqipëri, ku kanë kënë atje në bjeshtë bardhat Podgoricë. Por, kur atjerë mrapan kanë vëra ditë markun, se s'ka pas djallë nana ma 3 mas më të pashëm se ditë markun, kanë vëra dhe zgjokën mas një vitit mrapan. A plagos oja i kësa i ka dek me 7 plag pushket në trup. Po këj pështej se urëzua shkamit të shkojra në ujë atje, kanë kujtu se e kanë vëra, se se kanë lënë për burë të mirë, jo? Se dhe ata këshin vëra, 15 Serbia në kanë në prit me vëra është një kësaj. Edhe i vunë lapidarin shteti jasaj kohët, dhe shgjok zjela lapidarin, ala me të lapidarin, ka lejtë demokracia ja prishën, lapidarin. Tash janë penu se ja kanë prishë. Se dhe shgjoka, me burrat e kelmejt, me maslut zgjonin, me dhe shgjokën, me dedmarkun, me trakcialin, me tonita, e kanë mrojt kufinin se serbit, mërë me men kur ka që ushtrin, malizi, për me grisë kelmenin ton, i ka zonë 3 gryka. 3 gryka, për mas për pas kar ka dalin, fati, ti i komendantit ja u kalshu e shtek me ik fëmija e gratë. Aty atëherë janë vëra kelmeni, 11 vëra e qita atje, kanë vëra dhe kelmeni si të bëllë për aty, dhe kelmeni është krenarijet tonë komi shqiptarë. Në kohën e Turkut, të kush është dhe mi, se unë jem prej gropave selës origina eme, kanë kënë të i dalë në bjeshk, ushtari Turk i ka vëra qenin, aty. Kjo ka vëra 5 ushtarë, i kam kushit në rrugovësët. Si kanë ikë prej në atë kohë, se mos me mujtë me në Shqipëri, janë shkuar, janë në rrugovë, tash 400 vjetë. Këthyë musliman me qëllim që... Këthyë musliman në gjdo... Po, që ashtë si mostifin janë këthyë atje dhe kanë me të kushritonat. Një detaj ma shpirgot jutën. Si u kryqet ju në radhë të uqikës? Ku vetë... Në grupin... Dëgjo, unë ka sa du shqiptarë këtu, si ne në garku me armë në shpinë këtu, edhe i kena qitë për kufije qitin tjetër tonë. Si erë dherë atje, për u kom fare fisin të mërë atje. U jam i dukazin zvetë, për dukazin kushërit i kom në Zjakove në përzërën. Tonë fare fisin tonë, po mërë që si janë këthuja ata musliman si për me më shefa, disesa. Po, feja kena lidhe dhe sot. Feja katolike në Shqipëri është njerëzit ma fukurat që kanë egzistuar, se kanë ikë prej fushët e kanë dalë në marë. Kur s'ka hi turku me kollë, s'ka mujtë më ardhë. Se shala,
si thonë shala kuqe, ka hidër shalë. Aty janë vra knotën kongë, mitër kolla, me top dardhët i ka zhjuë Turqin. Pra aty janë vra me sinra burra. 24 tilmë 3 janë vra për një satën ka të në temin, si ka vra Mark Milani. Mrapan kanë vra Mark Milani me ton ushtri mrapan ka të unë aty. I ka Mark Milani i Podgoricë si ka vorët të në. Edhe se këna lonë, po Vasovici, se Mark Milani. Vasovicit e kanë vra, dhe ja kanë po vorët e se kanë lonë as me ju baris, as me i mi ferra më nënë, se jenë njërës me të vrasim, po aty me të tresim në. Edhe sëtë, nuk ere, u jam luft me ty, po kulturën të nësë të ofendoj unë, në asim nërë. Pra, ne këna me duka gjinë. E malësie mollë, është krenarja Shqipërisë. Po mos t'ishin nga në ta, Kral Nikola ka pas me marrë dherë të ura matit, dherë të ura zogut. Se i ka thonë, ata 7 kralat, sa t'jesin kali, didhim keme jes, a i ka jes, prej 0 e të ura milotit. Ka dash me marrë tanë, atër i kanë hi, duka zinë e marrë, kelmeni së është në nështru, kure për gjallë, kanë met njërës dhe evra me 4 javë, ma i të bjesh vetë. Po, e i kanë zjetë gratat e dhe i kanë vërro, se dhe si s'kanë mujtë me i prek, se kanë marri natyrë tjetër. Pra, kurse qytetet s'kanë ba luft. Qytetit ka zirë ty, për shemull si e njeri i sju dhe i e futën Malok. Maloku thënë kryet për besë, prikët. Kurse për se punë tri, edhe sëtë. E ka lëshu duka zinë, se ka lëshu prej Fukuardha, ku të kanë ra poshtë. Po të hipeshin duka zinë, 5 vetën kjo është në qesin bukën e tëna, po me bo gabime në zhlonë, ose në Kelmen. Kelmeni nuk ka dalë nësi 7 bosë, për vetëm në Amerikë. Kelmen në Amerikë. Këtë 2 vene e të lidhuna. Ashtë në mes të Michiganit Amerikës, gazetarë prej Kelmenit, edhe flet një radjet tonë për ta. Një dukazinës në oftoni ka shkua ba fush aviacionit venë në Amerikë. Transport me bileta shumë të lira. Pra, shqiptarë, ne këna vujtë shumë, dikur me sistemin e në verhoqët, jena kënë të rëthu më tonë si me kënë baskia një vatë, s'na kolën më marrë me kërkën botë, tash këna dalë të liri, fje i shala për punojmë, në përmes ju shëvetit e zotit e të në këtë punë. Ku? Na këna pas, s'këna pas orari, na këna hi natën, këna hi ditën, ja, se më kanë më radhë me në atje, u jam kanë me quë prej këtu atje, më dhamë. U jam kanë prej në fillim e dherin punë, për dherin punë, për kom shku grupe, në të tjetë si kom hi, me quë armatim. Je patër dhe dësohe, po naj qonë fjonë, kë burë more po në kolë kovordë dhe me një knokën o po në vjenë zabiti jo tungja tjeta u poj ka thonë zotni jo ama falë more po këtë famulli jo kjo krahinu po nuk pas ko faj jo bëja pranë morë shjau po bra i shkon grue o ki pa bo more po no cin drague more po qaj ko si dhue njaj dit nuk po na pishke kofe je pishke kofe do 3 mjo me shesje